Okej. Në rregull, nuk ka problem atëherë. Nëse është e ndjen kështu dhe është kështu, nuk ka asnjë lloj. Jo se është, unë ta tregoj me fakte, do ta nxjerr me fakte, lexojeni njerëz po deshin. Po ka me telefon brenda burgit ke deri në 2 vjet, sidomos njerëz janë jashtë në komunikim. Në rregull, unë për sa i përket pjesës që kërkove falje, jam shumë dakord, kërkova edhe unë falje për çfarët dhe ofendimet, bashkë e mbyllim këtu. Të uroj gjithë të mirat, çdo të mirë në jetë, në TikTok, kudo në rrugtimet e tua. Thjesht ishte diçka që duhej të bëj si për mua si për ty, që gjithë secili të jetë okay në rregull, edhe mos të na drejtojnë njerëzit me gisht për gjëra që si kemi bërë. Unë të uroj gjithë mirat, edhe shumë respekt për atë njeriu shumë pozitiv dhe shumë optimist që ishte me fjalë që kemi komunikuar. Kam mësuar fenë e Islamit, por nuk më la jeta të rria shumë atë, vetëm 2 javë kam dhënë. Ai më mësoi Islamin. Do të them diçka dhe do iki. Ai person ishte një person që na vuri me shpallën mbas murit në komunikim, në sjellje, në tradita dhe në shumë gjëra. Hoxh, nuk kam ndonjë gjë me ty, hoxh. Vetëm se më shave nga motra, nga rob që u ofendova e reagova ashtu. Ishte diçka që nuk duam ta diskutojmë këtu, se këtu po i shtytëm gjëra diskutojnë gjatë. Unë të përshëndes, të jesh mirë, edhe gjithë mirat. Guys, I apologize. I just had to sort something out. Now, what's going on, everyone?